Pyetje të ngjashme kemi mjaftueshëm, por do doja të ndalesha se Komuna e Prishtinës një tjetër projekt që është shumë i suksesshëm është edhe vakcina kundër gripit, e cila është e rregullt, fushata bëhet në suaza normale, të moshuarit janë shumë më të rregullt, po se së mbiken nga një shprehje, janë shumë më elegant, ma përgjigjen pozitivisht në këto, ne dini se edhe prej prindërve. Edhe me orare prej stit fillon si benzinë. Po, çfarë sigur pensionin e parë dhe ditën e parë kur fillon e keni numër, por ajo çka kemi bën para se me bën ndoshta pyetjen, këto vite ne kemi bë distribuimin e vakcinimit në të nga qendrat. Përpara ka qenë vetëm në qendër kryesore të mjekësisë familjare, ashtu dash njerëzit pe Matiçanit, pe Hajvalie me ardh qendër kryesore. Edhe është bota llovi, edhe është më anaj. Tash kemi bërë çdo qendër mjekësisë familjare e ka qendrën e vakcinimit. Janë listat e pacientëve të lagjes. Shkon lagjet vet, ai merr vaksinën, nuk ka nevojë më janë fare s'ka si bie me prit. Domethënë te kjo pjesën e më mirë, vaksinimi është më përqindje më të lartë. Po rritet çdo vit domon kem kërkesat për vaksinim për kundër gripit janë domon kërkesa janë më të mëdha dhe realisht çdo vit domon ju e dini që është një kategori që preferohet, jo keq qytetarë me vaksinu, ato me moshat e shtyra, ata që kanë sëmundje kronike, grasha zona, fëmijët në moshën e vjeçare, për arsye se nganjëherë gripi tek këto mosha dhe me qenë me fatalitet. A ka vënesa? Kime gjithë se kjo është ndoshta për Ministrinë e Shëndetësisë më shumë se pyetje? Distribuimi i vaksinës gripit ka qenë domon korrekt. Këto vite se jam në drejtor ka qenë korrekt, domon kështu që nuk i pas probleme rreth distribuimit dhe shpërndarjes te pacientët.